Dhe e para që na mbron, çush ka thonë dietari Islam Ibn Taymije, edhe të tjerët, e para që na mbron prej dënimit të Allahut është istighfari, kërkim falja. Allahu i madhruar thot: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk i dënon robërit e tij kur ata janë duke i kërku falje Allahut, kur ata janë duke bë istighfar. Apo bojna istighfar mjaftueshëm, se cili përgjigjet për veten e vet. Veç e di kur po ka do të tërmete, e kur po ka shumë bubullima e murmurime e vetë të tima, që atë istighfari mirë është. Po kthehemi krejt tek Zoti. Astaghfirullah. Ama nuk do të më lanë deri në atë moment. Istighfari është një begati, një mirësi e madhe, dhe besoj që shumicave që dini se sa herë kemi përmend dobit e istighfarit. Andaj sa më shumë istighfar, më i sigurt, më i mbrojtur nga dënimi i Allahut të madhruar. E dyta, për shkaqeve që pengon dënimin e Allahut, edhe na ndihmon me u mbrojt prej dënimit të Allahut, edhe me shpëtu prej dënimit të Allahut, është pendimi i sinqert ditën edhe natën. Natën për gjunahet e ditës pendohemi, e ditën pendohemi për gjunahet apo gabimet e natës. Allahu i madhruar thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu të gjithë ju o besimtar. Për çfarë arsye? La'allakum tuflihun, me shpresë që Allahu do t'ju falë. E treta prej pengesave të dënimit të Allahut te bareke ve taala është punët të cilat i fshin të këqijat, gabimet. Dhe Allahu te bareke ve taala tregon thot: "Innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Vërtet punët e mira i fshin punët e këqija. Runa Zot e bën ai gabim, zakonisht pa dije bëhen, edhe e kupton që e ke bu gabimin, e ke bu gjunahin, me njëherë të keqen, pasaj me të mirë. Pse? Kjo e mira e fshin të keqen edhe bëhet shkak me të mbrojt për i dënimit Allahut. Për ata pejgamber alayhi salatu wassalam ka thonë: "Wa atbi sayyi'ata al-hasana tamhuha." Dhe të keqen pasaj me të mirë, se kjo e mira e fshin të keqen. E katërta, sprovat fshirëse, apo sprovat që fshin gjunahet, gabimet. Vllazën dëgjoni me vëmendje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Çfarë do të ndodh besimtarit musliman min nasabin wa wasabin wa ham wa gham wa adhan." I përmend një nga një. Çdo gjë që i ndodh besimtarit musliman, qoftë lodhja, qoftë mërzia, qoftë smundja, qoftë shqetësimi, qoftë halli, qoftë brenga, qoftë edhe një therrë që e shpën në trupin e tij, edhe ky bën sabër, illa kaffara Allahu biha min khatayahu. Pra, për të gjitha këto që i përmendëm, Allahu çka i fshin gjunahet e atij. Pra, sa djezgju nuk i disponum, pa disponim, munges disponimi, pse nuk e di, ama a ke sha? Jo. A ke bërtit? Jo. A ke thy diçka? Jo. Bën sabër, fshihen gjunahet, në gjumo ka me të hik me emënësit. Ky tjetri e ka një mërzi, ky tjetri e ka një plagështi, ky tjetri e ka një dhimbje, ky tjetri e ka një hall, ky tjetri e ka një breng, ky tjetri e ka një fatkeqësi. Bën sabër, se gjitha këto po t'i fshin në katër gjunahet, dhe gjitha këto po bëhen shkak që me të mbrojtë Allahu prej dënimit të tij. E pesta, që na mbron nga dënimi i Allahut te bareke ve taala, është doaja, lutja që e bëjmë për njëri tjetrin. Për ata pejgamber alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana." Subhanallah. Po thot, kush kërkon falje për një besimtar apo besimtare,
kush kërkon falje për besimtarët apo besimtarët, Allahu për çdo njanin besimtar edhe besimtare ja shkruan ka një shpërblim, ka një vepër të mirë. Para mendoti me ulut për xhamati këtu 1500 veta sa janë këtu. 1500 mijë. Po me ulut për këtë qytetin 300.000 sa janë këtu. Po me ulut për këtë vendin, po me ulut për këtë besimtarët edhe besimtarët, ku do të qofshin në botë, sa shpërblime, veç një Zot e din. Pra fshihen gjunahet, edhe është shkak për me të mbrojtë Allahu te bareke ve teala prej kujt? Prej dënimit të dhënshëm. E gjashta që na mbron prej dënimit të Allahut janë edhe dhimbjet apo vujtjet e vdekjes. Se para vdekjes besimtari zakonisht ka mundime, ka vështërsi, ka dhimbje, ka mërzi. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë inna lil mauti la sakarat, vërtet vdekja ka vështërsi. Vërtet vdekja ka mundi. Vërtet vdekja ka shqetësime. E që ato mundimet, e shqetësimet, e dhimbjet para vdekjes, apo mërzia, ato bëhen shkak me të fshi gjunahet, ato bëhen shkak me të mbrojtë Allahu nga dënimi i tij. Pastaj dënimi i varrit, adhabul qabr, shtata që të mbron nga kush? Nga dënimi i madh në ditën e gjykimit. Vëllezër, mos harroni se dënimi i varrit, sado që është i madh, është shumë i vogël në krahasim me dënimin që është në ditën e gjykimit. Me një fjalë nuk ka krahasim, krahasimi nuk ekziston. Kështu që edhe nëse dënon ty Allahu pak, në varr mos u shqetësosh. Se dije që ky dënim është shkak që Allahu më të mbrojtë prej kujt? Prej dënimit të madh në ditën e gjykimit. E teta, frika të merë, lahtaria kur të paraqitemi kur? Në ditën e gjykimit, kur do dalim prej tokës, siç bina ai bari i shpesht. E keni pa që fije, kështu do dalin në vend të bim, mahsher, në vendet e Shamit atje. Atje është ringjallja, kjo tokë ndryshohet me një tokë tjetër, ky dhe ndryshohet me një dhe tjetër, edhe bjen një far shiu, kështu i qetë i mirë, e pastaj veç kur dalin njerëzit se kur fijet e barit, ama kur dalin një frikë e madhe. Sepse mos e kanë kërkon afër vetës, thot dikush e tjerë ku janë, krejtjen që aty, po kërkush kërkon nuk e shef. Se cili veç gajlet e veta, frika e madhe, qysh me dal para Zotit. Sikur ai që ka bo shumë runa zot këshia në këtë dynja, edhe e kanë kapur garët e renit, edhe ta shpritet një dënim i dhimbshëm. Qysh ka me dal ai para gjyqtarit, tu dridh, se mos po më dënon me varje, nëse të na me varje nuk ka, me vdekje nuk ka, po në Amerikën lindje ka. Ka dhe me vdekje. Po këtu të na burg i përjetshëm. Ky burgu i përjetshëm ky ka lënë vllazni. Runa Zoti me dënu me burg përjetshëm atje çka bëhet? Se për këtu ka lënë kjo. 4-5 ditë, 60 vdes edhe shkon tek Zoti. Andaj pra, që ajo frika, që ajo lahtaria që kem kur dalëm ditën e gjykimit, kur ringjallëm, se çfarë do të bëhet me neve, ajo bëhet shkak, për shkak që na po vujm, po friksohemi, më na i fal Allahu mëkatet, edhe çka më na rujt pej dënimit. E nënta, shafaatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dërmjetësimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam në ditën e gjykimit për neve na mbron nga kush? Nga dënimi i dhimbshëm i Allahut te bareke ve taala. Për ata të gjithë pejgamberët janë lut për popullin e tyre kur kanë qenë gjallë, vetëm pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ruajt ndërmjetësimin, lutjen e tina për neve, për ummetin e vet. Për kur e ka ruajt? Për në ditën e gjykimit, kur është ajo frika që të merri më i madh i mundshëm. Për ata gjithë pejgamberët kur ringjallën prej babës njerëzimit Ademit deri te Isa alayhis salam, edhe ai të gjithë para Zotit thojnë ja Rab, nefsi, o Zot, unë çish më mujt me shpëtua. E Muhamedi alayhis salatu wassalam e ka një lutje tjetër. Ja Rab, ummeti, o Zot, ummetin tim. Allahu na boft neve edhe juve pasues të denj të pejgamberit alayhi salatu wassalam.
Dhe e dheta prej shkaqeve që na mbron nga dënimi i Allahut është ajo kryesorja. Rahmetu erhamur rahimin, mëshira e të gjithë mëshirshmit, mëshirë ploti. Pra mëshira Allahut te bareke ve taala. Wallahi vllazën, nëse nuk na mëshiron Allahu, e nëse nuk na fal, krejt këto çka kemi bë kanë me shku hoç. Amo e fundit është kusht mëshira Allahut, dhe Allahu është më i mëshirshëm për neve se sa dhe prind ton, nanat edhe baballarët ton që janë bë shkaktar, që janë bë sebeb na me ardh në jetën e kësaj bote. Elos Allahun te bareke